Me ne sot është një zonjë, po jo vetëm një zonjë e çfarëdoshme, një alamet zonje, një aktore, kryesisht e njohur për rolet e saj komike, por jo vetëm, me ne, Mariana Kondi. Po pse jo vetëm komike, unë kam dhe role tjera. Dhe jo vetëm tash, e spikatur. Do më thënë s'ke lexuar gjë për mua që unë kam edhe të tjera. Dramatike. Si e Mariana? Anyway, shumë mirë jam, Denis. Faleminderit shumë që më erdhe. Po bëj si ai Robert Berisha, ai do të bëj seks me të gjithë ai të ftuar. Me mua. Unë jo se i kam patur gjithë burrat. Okej, me Edi Olgën. Pra, se mos e thuaj. E je e ftuara e parë femër që kam. Je zonja e parë. Sa është zonja e shtëpisë. Mi falenderit, kalon tem. Po. S'të pëlqen zonja e shtëpisë Megli. Kjo? Po, është një koqire. Po këtu ka fshirë, ja shikoj. Zhull. Mariana duket një nga ato që kështu kalon te shtëpia e bën kështu. Dikur kam pas bërë vjerra tashu. Gratë përgjithësi janë të tmerrshme shumë. Ore, do kalosh në tema po s'ke ka hallin? Po, mja isha më gratë se nuk dua nesër t'jem në i panel me Jacqueline Lekatari. Po bëja humor, moj zonë. Më imagjinon mua. Po, se të vjen të vdes ajo fare. Po të dy me tatuazhe. Hajde. Po bëja, ore, marrin vesh gratë nga humori? Kanë gratë sens humorit, më sa. Patjetër që kanë. Kanë? Kanë. Vërtet, se Bujar Kabexhiu nuk mendon kështu. E di, e kam dëgjuar diku në një vend atë që thot nuk ka. Mendoj që ai e ka thënë shkarazi këtë gjë. Kurse ti mendon që po ka. Me sa skenariste femra ke punuar? Me asnjë. Dëgjoj, kam punuar me një. Me kë? Edhe jam duke punuar. Ajo është Elkiana Gjepali, që kam bërë një stand-up, kemi bërë një pjesë teatrale me të, edhe ajo është një femër goxha e mirë, Grua, po humor, grua, më fal, dhe që humorin e ka shumë të hollë dhe personaliteti i saj është kështu në maksimum. Po mirë, shko se humori është çështje intelekti në përgjithësi. Edhe Bujari atë tha. Shprehje kështu kjo, humori është veti e njerëzve të mençur. Se s'kam mbaruar. Unë them jo, më fal. Se shko, tani edhe shumë i zgjuar nuk bën dot humor. E shumë budalla po nuk bën. Sa duhet mendon ti niveli budallakut? Në mes. Pak i zgjuar, pak budalla. Okej, kjo që punon tani e ka fiks. Kjo është e përsosur. Elkiana ishte? Elkiana Gjepali. Elkiana zemër. Të gjithë budallë jemi nga pak ja. Shiko Meglin. Me që jemi te humori, çfarë mendon ti që po i bën shqiptarët për të qeshur për momentin? Kam bindjen që e qeshura është shumë pranë dramës. Të qarës, si të thua, kështu që po e bën politika. Edhe qajnë, edhe qesh. Kë ke qejf nga këta politikanët? Jo, lere fare, vazhdojmë bisedën lishë. Ashtu? Pëlqen, po. Në i ministre që do... Sa i poshtë, pa, atë e kam unë tashi. Unë atë derisa të mbyll syt, do dua që ta kujtoj shpesherë se tashi. Atëherë të tregoj unë një histori dhe ti. Tregoj shpejt. Kur jam shkëputur nga puna, kur kjo më hoqë, unë shkova në një vend që jepja mësim fëmijëve. Mirë lakumbar ato që nga puna. Po sigurisht. Dhe i thoja fëmijëve që shiko, kur nesër pas nesër kur të rriteni, ju duhet jeni të edukuar, duhet jeni të lexuar. Asnjëherë nga puna nuk hiqet një njeri kot. Tash nga që kam dalë në pension, unë do kënaqem duke e përmendur atë sa herë të më ketë qefi. Kujtohem. Po mos dilmë në pas këtë emisionin, as i tjetër. Nuk do dalë. Po, në rregull. As te grida. Në rregull. Do dalë para javë. Si tani, grida zemër të pres. Jo për emision. Shiko, përveç Mirela Kumbarës, e di kush po argëton njerëzit shumë? Moza Ahmeti. Moza është shumë interesante. E ke parë, është e ferma, se edhe ti ke qenë te ferma. Po, ne kam parë. Si po të duket? Po kënaqen njerëzit, views pa fund, qeshin. Inshallah të mbetet me kaq, sepse gjë që po u kalua masa, pastaj nuk quhet. Do theri njëri, do vrasë njëri Moza. Jo, Moza është interesante në llojin e saj. Bile Moza më pyeti përpara se ty të ferm, mori për ty, jo, as të njifte fare, as donte me ditë fare për ty. E di që nga poezitë e saj më dedikohet mua? Po se je një çik kështu tip abstraksionist. Edhe megjithëse Moza nuk është se ka shumë poezi. Po se u ndam edhe. Shkruante me, unë isha e vetmja muze Moza Ahmetit.
E kështu moza mori në telefon, tha Marina, tha unë dua të futem ke ferma. Pjesa më e madhe më thonë mos u fute, unë i thash futu moza, sepse është një gjë shumë e bukur. Puna është ta shijosh, çdo gjë, ku shijohet del bukur. Mendoj që është më mirë se ty, se për shembull ajo ferma e shkuar ishte ti, që ishte ajo zonja që po i bën njerëzit e për të qeshur e kështu. Jo, tani është moza. Jo, unë nuk isha zonja që i bëja njerëzit për qeshur, gabohesh prap. Unë isha ajo që unë vendosa disa standarde në një reality show që janë me shumë njerëz, kultura e të ngrënit, kultura e të pastruarit. Si ishte kultura e të ngrënë? Që shtroheshim të gjithë në tavolinë, edhe ne duhet hanim patjetër që të gjithë, që tregonte një familje, sepse jeta është e bukur, ashtu siç është një familje. Sa e mirë është jeta. E këtë e tash. Përveç se kur baba e rre maman, se jeta bë Jo, po nuk vajnë të gjithë, jo, nuk janë të gjithë. Do mos e dhomë në ngrënjes. Nuk janë, jo, nuk janë të gjithë Jo, me një pjatë nga me pasulja në kokë. Nuk më vjen për qesh. Jo, kundër dhunës së grave. Por unë do marr Jacqueline nesër, e di, e ëngra. Duke qenë se te ferma VIP ti kaloje shumë komedionistin, edhe ai të mësonte kështu trende, viralitete, TikToku, ke bë dhe një kërcim. Po. A je akoma updateuar me fjalë TikToku të Gen Z-s? Po, thuaj një herë çfarë? Për shembull, fjala e parë, delulu. Delulu. Çfarë mendon se është? Jo, fare nuk e di. Fare. Po. Është kur je deluzionale. Pra kur një njeri është deluzional, ti thua je shumë delulu. Okej, ja mëso, shikon se pas. Si moza. Se mëso kemi ne nga njëri tjetri. Kemi kloket që bëhet kështu. Po. Këtë e din kështu. Jo kështu, unë kam mësuar një tjetër Kjo që është është një zemër. Unë se dia po e pas kam mësuar. Po kjo tjetra çfarë? Kjo është kloket. Kloket. Që gjasme e kape momentin. Bravo, gjatë. E në të dy tashi. Ata bëjnë njërë në bashkë. Kaq pak? Ngrije më lart, duhet më lart. Ta kapa unë momentin. Do të ma kapësh e ti, Mariana, ma kapë Jo, një momentin. nuk dua. Pa kape një moment. So s'ma kapër njërë momentin mua. Ashtu de. Slay. E ke dëgjuar Slay, do e kesh dëgjuar. Kështu Slay. Kur je? Slay, Slay e kështu di, dhe no? meksi e nga Për shembull, dashme, jo. elegante. E nga dalë, po nga E nga mendja. dashme. Nga mendja, po, E nga pra. dashme dhe elegante. E thonë ato që janë nga Po dalë. që e bëjnë, pra që dhe me kështu. Slay është kur unë të shikoj ty për shembull që po bën diçka shumë mirë, them Slay. Po, janë. Kemi riz. Këtë e di. Hajde një. Ke rizëm, do më thonë, Karizëm. bravo, karizmatik. Karizmatik. Si unë. Jam, Ti mund të kesh pjesën për para, ato tjetër. all right, girl. Thank you very much. Okay, Mariana. Sa emër të bukur ka Kemi Mariana. bet. Si emër, Emër ku? Ja, ma ja. Jo. Mariana më bërë gjitha ato këngë, më. Kur më shikon, e djetë këngë po gratësare? Më saluton. Është korçare. Kjo është po gratësare. E imja je. jo po është nga Mariana. Ajo është Marianke. Ne është tjetër. Mariana Thras, Mariana Ska e ka e shtu. Mariana Iku dhe E, më po kjo është tjetër kjo. Marianke, vogël moj ti më je e. Do të vi sot të shtëpia, do t'i bëj poshtë qytetarës. Ti e marr tani me këto filmat e rinj, edhe me aktorë të rinj. Ke qenë ndonjëherë në një mes në një skene, edhe ka qenë ai aktori kështu, ka filluar të flasi. Edhe ka qenë aq keq sa ke thënë, po unë çfarë dua me këtë këtu, domethënë, mes që ai ishte duke folur. Po. Ka ndodhur? Po, Te cili film? Kefalli. Kefalli, po jo me Mariusin, sepse Ja, Mariusi... Marius është fantastik, është super aktor. Po sigurisht që është super aktor, dhe është shumë i mirë. Nga që jep Më ka lekë. ndodhur me Margen Çaushi. Argenti? Ai ishte ndoshën. Bravo. Pse s'është aktor i mirë ai? Ai ishte shkëlqyer, ai ishte aktor dhe drame dhe komedie. Por ishte një moment që unë i thash, të lutem, mos e bë kështu se ule mund dhe unë nuk kisha poqi. Dhe aty, kur bëja dublin e parë, dy toja, Margen të... Po e shaj e Margenti. Po. Hatiq. Po çfarë s'kishte byth, për çfarë s'kishte ashtu? Orë ti, A mua e kam seriozisht. mos si s'na dhe një gotë dhe... Gëzuar. 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 Okej, tani kush është aktori më i keq ke punuar? Aktori më i keq? Më i keq. Po nuk ka aktor. Po se the emrin përshkruaj të paktën. Që kush e di e di. Po e jap një shembull ke të gjithë filmat. Po është ai aktor që përsërit vetë. Bujari. Jo, ja fut kot. Bujar Asjeri. Jo. Myzafer Zifla. Këta e gjeta? E gjeta. Ku shkoj mund dhe kemi Zaferi. Unë kemi Zaferi, mund të kem luajtur vetëm 2-3 filma.
Unë që kam luajtur 100 filma dhe 2-3 filma. 2-3 filma të vegje. 2-3 filma. Ndërkohë ka punuar me gjithë regjisorët, me Lega Bungon, me Piromanin ke punuar. Kam punuar. Duke qenë se ke luajtur 100 filma të Jo, tërë. 100 filma s'kam unë. Kur ke marrë një skenar për shkakun dhe ke parë, ke thënë o zot sa grop ky skenari, po ke thënë që të duan lekët, Of. e ke bërë. Of. E kam bërë që i kam shumë. zotin, dhe ato lekë, aq më ishin, do më thënë, u deshën në atë kohë sa s'ka. Aq i kam bërë. Po, edhe nuk them që Demekua më prishi punë, apo absolutisht jo. Ndonjëherë do ndihmosh edhe atë që nuk di që të bëj filma, por ti e merr atë lekë dhe pastaj çam gjeti. Edhe ndihmove dhe lekët i morë. Po, te ky i fundit si ishe me lekë, të duheshin shumë lekë. Ke i fundit, jo, janë paguar shumë mirë. Gjithçish pas lekut kjo Mariana, ma. 500 euro na ka marrë sot për një intervistë. Mos ai shket 50 donte. 500 shqyr që ma uli 100. Për shembull me I Love Tropojen jam i sigurt që ishe kështu, sa më duhen ato lekët. Jo, Duhet bëj mama Tropojane. I Love Tropoja ka qenë një ndër rolet e mia më të bukura. Unë dhe Bruno Shllaku në rolin e malsorve dhe pak më përpara me Bruno Shllakun kam qenë në një rol fisnikësh, si keditari Ana Frankut. Sepse dhe Bruna një rol bën gjithmonë, fisnikun. Jo, s'është Bruno ai që them unë. Ja. Agron Llaga? S'kam luajtur me Gonin në film, Goni luajtur vetëm në imiton. sketch, Jo, Goni ka pas gjëra tjera, domethënë. Po, porno këto. Aqme. Po, ke një porno po. Goni, jo Goni ore jo ti. Cili Ja. është roli më i keq që ke... Në cili është roli më i keq që ke pas ndonjëherë, që e kujton tani dhe thu, nuk kanë qenë Shiko, unë me thënë vërtetën rolet e mia unë nuk i shikoj. Edhe kur është premiera unë ri një çik që janë kështu dhe pastaj iki. Nuk i shoh sepse unë veten time unë e urrej kur interpretoj. Nuk e shikon? Nuk e shikoj. Po për të thënë që secilin rol unë kam më keq, ato i të vjen gjuna dhe nuk e thua dot që më vjen do më këtë e kam keq. Po Mariana dhe rolet kur i ka patur të vogla i ka qarë, e ka vjedhur atë vëmendjen. Edhe me Nafien për shembull, ajo e jotja ngeli. Shumë e Para se bukur, nuk ishte shumë e bukur është. nuk ishte personazhi më kryesor. Jo, s'ka. E po dhe me seks ka qenë. Atë mos e thuaj. E çka konotacioni ishte? Me seks ishte. Ajo është shumë e bukur, ai ishte një nën tekst brillant, aty Koço e ku ka thot shkruar, Koço që me Filip Çakulin. Dhe Pali Kuke ka merita shumë të mëdha ke gjuetia e fundit e kam thënë, shikoni në këto intervista shpeshherë themi gjërat që ne i kemi thënë disa herë, po nuk ka problem, ne prap do t'i themi se... Sa serioze mu bë shiko. Edhe aty e bukur shaj me seksin, kur aty kur thot ai, thot Xhabraua që vështirë, ta kuptoj ajo, thot, se atë dy bekun thot kur e ke tundur. Edhe thot jo 16 vjeç e kështu. Po vështirë i thot këtë që ti kuptoj. Jo, i thot ai se kemi gjithë natën para, thot është gjiri persik. Gjiri persik, lindja e mesme është sot aktuale. Sot. Edhe seksi vazhdon edhe sot gjithë. Sot më keq në luftë. Në luftë të çdo gjëna. Po çu bë ky emision, kështu skriemi me Jacqueline e Katarin. Meqë po flisim për gjitha kolegët të nderuar. Kush është ky komplimenti më falso që të ka bërë në një kolegë? Që të pash zemër mirë atje. Ato e bëjnë gjithë. Sa urime kështu dhe hikin, tik. Kurse ai që do ta mamëri shikon, urimet thot, edhe ri aty. Të shikon ty kur jep dorën tjetër ri shikon, sepse të paktën unë kështu e kam. Kurse të tjerë t'japin dorë, aman, o ti, se akoma... Të mos gratë besë me njëra tjetër. Janë bërë keq burrat tash. Burrat? Janë bërë si gratë. Si gratë. Të liq, lapazan, nuk janë gentila. Të shajnë, jo të shajnë, dalin për shumë në emisione tap dhe thojnë, kjo, kush është u, to, flasin, dhe kur i thuat nesmen, ore, ishe tap, që pun ke, që nuk zë emër në goj, po kuptohet se për çfarë, ri dhe bën kështu. Unë, këta e ka përkujare. Majnë e thonë, nuk kam për të folë më seriozisht, pik. Ore, Mariana. Po. Marian ke ore, na sillni me gitarë më t'i këndoj kësaj. Sa mos zhvishet. Ja. Se më bë se më bërë se pidhe pak verë. Ti që qeshe? Ore, po, se për shembull ati, një nga këta aktorë të vitër ishte edhe Bear Mera. Ku? Te Falli. Ke Falli, Bear. Po ta dhe ke bërë projekt fundit tani, për këtë po flasim. Po, edhe? Si të duhet kështu si komedian Beari? Se ti për shembull ke punuar me një nga legjendat e komedisë, një nga të preferuarit e mi, Met Begën. Shiko, Meti ka qenë një ndër diskutohet, që ka qenë një ndër aktorët më të mirë të asaj kohe, që ai kur vinte këmbën, salla ishte kështu
Ç'të të them. Sutjen, gratë, ja idhin metit. Po metit nuk I vinin, jo këto që thua ti, po kur shkonim jashtë, I vinin verën, edhe ai thonte keni ndonjë gotë qumësh? S'pinte meti asgjë. Pinte edhe unë nuk pi. Nuk u habita. Edhe, në rregull, meti ka qenë I shkëlqyer, edhe shkruante vetë për natyrën e tij, por unë kam natyrën që përshtatem. Kur isha I vogël mendoja që ishit burrë grua. Isha 9 vjeç. Na kanë vënë një herë kur kemi qenë në Padova, na kanë vënë në një dhomë se e dinin që ishim burrë grua. E shikoj që jam I vetmi, orë të gjithë mendonin që ishit burrë grua. Që ishim burrë grua, edhe duke shumë komike se ti je pak më statur, më gjatë, më kështu meti. Ramet. Si Ka vdekur apo jo? Po. Okej. Po. Okej, zyrtare me Beka ka vdekur. Nuk do ta thuash këtë. Iko kjo. Shiko, me që ishim tek ky filmi I fundit. Kush është diferenca e të punuarit me Anagnostin dhe Zebërvokin? Po tash është një krahasim I pakrahasuar. Vërtet? Jo, nuk krahasim. Se gati lloj më duken. Jo, sa I poshtë që jo, nuk është njësoj. Por ka një lidhje midis thënies Anagnosit me filmin e Mariusit. Profesor Anagnosi gjithmonë thotë që në qoftë se filmi ecën, biletat shiten, atëherë ti ke realizuar ato që ti do. Bravo. Shko, Anagnosi është për mendimin tim I madh I gjitha kohërave, por Zebërvoki shitim shumë nga të gjitha, apo? Po pra. Dhe unë prandaj ta krahasova dhe shqyr që e kujtova se nganjëherë gjërat e bukura dhe na shkasin. Po si stil pune në set. Shiko. Kush diferenca se ti ke punuar me këtë zotrin që është në Olimp, edhe me Ermalin, me Zebërvokin, me këta çunat. Kush metodika e punës? Shiko, edhe Ermali punon në tavolinë. Profesor Anagnosi punon në tavolinë përpara se sa të xhiroj. Ato skena që janë më kryesore, që janë pak të vështira. Edhe Ermali punon në tavolinë. Me Mariusin Ermali madje punon dhe poshtë tavolinës. Jo, Ermali gjithnjë punon ke shkallët, ka ca shkalla aty poshtë. Edhe Mariusi këtë herën e fundit bëri provën në tavolinë, sepse në fakt të jep dorë, sepse se të parën e bën kështu pa duke lexuar tekstin edhe më përpara bëheshin filmat edhe pa punuar në tavolinë. Me vërtet mo? Po. Më erë më si skeçe. Jo si skeçe, se filmi nuk e do që ti ta dish shumë mirë ato interpretimin, se bëhet shtamp, se ndryshimi midis filmit dhe teatrit është që bëhet teatr, pra. I la parosë gjitha teatrit. Nga të kalojmë në një gjë më pozitive tani. Do bëjmë një lojë, do luajmë bashkë teta Mariana. Do luajmë sylla mbylla si. Me të kapura. Me të kapura. Ose shikoj mbyllini sytë të dyja. Po. Ti me pantallona. Edhe çka kuti e kam unë këtu. Do marrësh pjesë në lojën tonë me Gdi? Sa qe. Ore, do të shmendemi tani, kjo lojë do përfundoj o të dashuruar o të vdekur. Vërtet e? Tani shikoj. Ne do futim dorën këtu, sigurisht do fillosh ti, edhe do marrësh 3 propsa që janë këtu. Edhe unë pastaj do t'jap situatën ku do jemi dhe ne do aktorojmë, do bëjmë një mini sketch të 3. Një. Sa I zgjidh. Kape, atë durën kape. Okej. A më nxirë çfarë është tash shikoj të publiku I gjerë. Do të kap dhe një tjetër. Do të edhe 2. Do kap të lartë tash. Okej. Kape një tjetër. Zoro! E disa shkojnë na do të kuqet apo jo? Me Gli e dashur na bashko edhe ti merr 2, 3, ta ndihmon Mariana. Pa, jam I çmendur për kështu lojrash. Si kutia e fundit pa më duket. E hapi. Kishim me Diogën këtu. Kë? Edi po. Asa I mirë. Është shumë I mirë. Sa geja I shalli. Çfarë? Tamam si Edi. Kjo që jemi më vakt. Da, si Edi. Shko po, mua dhe Edi na bëjmë për gej. Do shta ka që bëjmë seks të dy, nuk e di. Me vërtet, mos bo se s'ka lezeta. Me Edi? Na, po, absolutisht. Po. Jalla. E pra e ti e. Tashi komplet kujtova unë. A mjojnë kush janë? Po, nga paruka. Komplet. Po flit për atë pornën apo që është bërë thonë. Mariana, sa po ke kapur burrin duke të tradhtuar? Unë jam burri. Ajo është shoqja jote, që është me ty. Keni hyrë të dyja dhe më keni gjetur mua duke të tradhtuar. Ajo iku. Ajo e përdala u largua. Po, e përdala. Më thuaj. O, zemër, jo. Nuk është ashtu siç duket. Po, si këtu e gjete për ta bërë?
Më duk me e përshtatshme për. Po si në syt me gotën e verës me të. Që si e bën? Ja, po me barku mbosh kisha frikë mos. Mos më binte tensioni. Çfarë ordineri që është. U them, jepi këtë bananën. Ta marri ta. Po, jam shumë dakord. Po tjetër? Edhe ne ikim harxojmë të letët. Nuk të meriton. Kështu janë burrat. Mere. Ariana, jo. Hiqe ata, mos më prek. Ki toka, muore. Ariana, ti sot je veshur edhe me të preferuarat e mia. Për kapelen e kam fjalën. E mbam edhe shkapelja që kemi bler bashkë kur ishim në Venecia. Me gondola. Po, Që ishim të dy bashkë. Po. Së bashku me këtë të Zoros. po, jo, ajo ishte ku ishim në një festë tjetër nga ato të kujtim gjuzit.